Good morning to all of you in Tirana. Mëngjesit gjithëve ju në Tiranë, është kënaqësi e madhe që t'i drejtohem konferencës së sigurisë kibernetike të NATO-s dhe m'vjen shumë keq që nuk jam me ju personalisht. Sot tastiera është armë lufte që shënjestron shoqëritë tona çdo ditë. Aktorë shtetëror jo shtetëror punojnë kundër nesh në hapësirën kibernetike, duke u rrekur që prishin mbrojtjet tona, degradojnë infrastrukturën tonë, të spionojnë shoqëritë tona dhe të ndërhyjnë me shërbimet qeveritare. Në përgjigje të kësaj, NATO-ja vazhdon të bëhet edhe më e fortë në botën digjitale. 10 vjet më parë, hapësira kibernetike u bë një fushë operative. Ne jemi stërvitur e kemi kryer operacione në hapësirën kibernetike si pjesë e rritjes së aftësive tona dhe kundërshtarët tanë dinë se në fakt shkelja në hapësirën kibernetike mund të bërë në lëvizje nenin numër 5. Në Belgjik ne po ngrem një qendër të integruar të kibernetikës në NATO dhe natyrisht kjo do të informoj të gjithë komandat e NATO-s për kërcënimet e rreziqet në hapësirën kibernetike duke përfshirë edhe infrastrukturën kritike civile ushtarake. Në fakt personel civil nga e gjithë NATO-ja dhe nga qeveritë aleate, ekspertët e industrisë janë mbledhur aty. Gjithashtu aleatët e NATO-s po rrisin investimet e tyre në hapësirën kibernetike. Në fakt, në Hag, në Ver, ram dakord që do të arrijmë shpenzime 5% për mbrojtjen, për aftësi thelbësore, por gjithashtu edhe për investime të tjera. Kjo do të thotë që mbrojtja jonë do të bëhet më e fortë dhe shoqëritë tona më rezistente ndaj kërcënimeve kibernetike. Po kështu, vendet janë përgjegjëse për mbrojtjen, por NATO ofron një rrjet unik përmes të cilit aleatët mund të reagojnë ndaj kërcënimeve kibernetike. Dhe ky forum në Tiranë është një forum i jashtëzakonshëm për të ndarë ekspertizën, praktikat më të mira njohurituara. NATO-ja është një aleancë vlerash të përbashkëta dhe do të vazhdojmë të promovojmë një reagim të bazuar në norma e të menjëhershëm në hapësirën kibernetike. Në NATO askush nuk qëndron i vetëm, të gjithë qëndrojmë së bashku në këtë epokë digjitale kundër çdo kujt që kërkon të na dëmtojë. Të dashur miq, ju uroj një konferencë shumë të suksesshme.